Vrasja e Arstrit Kalas, gjykata e lartë thret në mbledhje gjyqtarët e Shqipërisë. Kryetari i gjykatës së lartë ka thirrur në një takim të enjtën të gjithë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë pas vrasjes në sallën e gjyqit të gjykatësit Arstrit Kalaja. Mbledhja është mbajtur në orën 10 në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në njoftim për këtë mbledhje, gjykata e lartë bën me dije se ngjarja e rëndë ka tronditur thellë sistemin gjyqësor dhe opinionin publik dhe ka nxjerrë në pa gjendjen e brisë të sigurisë, por edhe rëndësinë e respektit që duhet të shoqërojë ushtrimin e funksionit gjyqësor. Sipas kreut të kësaj gjykate, mbledhja përfaqëson një moment të rëndësishëm ku trupa gjyqësore do të shprehë qartë se asnjë akt dhune, kërcënim apo presion politik nuk do ta përkul drejtësinë dhe të cënojë pavarësinë e saj. Në këtë moment të ndjeshëm, trupa gjyqësore i drejtohet opinionit publik me besim dhe respekt, duke ftuar të gjithë kuptojnë se drejtësia nuk është armike e askujt, por mburoja më e fortë e shoqërisë dhe çdo qytetari ndaj padrejtësisë dhe dhunës. Ky është një moment që kërkon forcë, qetësi dhe unitet. Drejtësia shqiptare do të vazhdojë misionin e saj me dinjitet, besim dhe vendosmëri. Shkruhet mes të tjerash në njoftim.